Për këtë arsye bëjmë wa tabarak ismu. Na kurim namaz thojmë subhanak Allahumma wa bihamdik. Ti e të lartësojmë i vetmi që meriton falënderimin. Wa tabarak ismuka. Dhe këtë bereqet është emni jotë. Për ata që do punë të mirë, pejgamberi Allahut e pëlqente me fillu me bismillah, dhe pejgamberi Allahut e pëlqente që njeriu punë të mira t'i krijen me dorën e gjallë. Për çka se bereqeti Allahut vjen në ta. Dhe i tha ja gulam që unë me pejgamberin Allahut tha ban bismillah. Dhe han me dorën e gjallë. Ha me dorën e gjallë. Thot unë jam levak. Ti banu levak në krejt punë dhe veç në ushqim, haram e ke me hongër me dorën e majt. Për ata këtë përgjësi e vajnë prindrit të cilët pejnë vogël, nëse fëmiu fillon me ngron me dorën e majt lidhje të orë. Deri të mësohet me gjallë. Me ngron dhe me pija është haram. Ndërsa punë qertë s'ka problem. Qoftë edhe e mirë nëse e krinë me dorën e majt s'ka problem. Anë një njëri të pejgamberi Allahut i cili hante me dorën e majt. Ta pejgamberi Allahut ha me dorën e gjallë. Tha s'muj. Ta pejgamberi Allahut mos mush. Ka thonë transmetimi, thot ju ka paralizu dorën qatë moment. Dhe thot ki ka hadith, ata të cilët flasin këtë hadith, thot dhe ai që cili han me dorën e majt me arsjetim se s'muj, ka mundësi me ju paralizu dorë apo me vdek, si shka në hadith pejgamberit Allahut se ka vdek qatë moment. Haja me dorën e gjallë dhe me bon bismillah është obligativ. Wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduka. Madhria jote është e modhe, ma e modhe është madhria Allahut. Ka në komentin Ibn Qayyim i thot wa ta'ala jadduk, pra ti o Zot nuk ta shterrin depon tonë, pasurin tonë, nuk të varafron askush. Ka në hadithin e pejgamberit Allahut që transmetuesi kur e transmeton të Ebu Hurajra këtë hadith i bitet fik 3 herë. Cili është hadith? Hadithi pejgamberit Allahut që thot pejgamberi Allahut ja ibad. Hadith al-Qudsi. Ju krejt me një dal me një rafshin dhe me kërku çdo kur që ka dëshirën e vet, me alip Allahut, dhe Allahu me jadhon krejtëve, gjinve dhe njerëzve, nuk shterët nga depoja Allahut, thot dhe vetëm sa mund me shterë gjelpona me hin deti, ujin det. Sa shterë? Hiq. Po ta'ala jadduk. Pasanik i vërtet është Allahu. Pra njoni kur i lipi njonit, mbreti i thot, hajde ditën e gjumo. Kur shkon kin ditën e gjumo, edhe para se i të mbreti, ndëgjon mbretin duke i lip Allahu. Edhe këtë thot me vete, po në fuki kana fukara për vetë. Pse para unë ka marrë të fukaraja me lip. Pse si lipi unë ati që i lip mbret. Lipi Allahu se Allahu ka bëll. Allahu i dherohat nëse nuk e ndëgjon zonin tanë duke i lip. Para ta nga thonë se sprovat Allahu nuk i qonë tek një njeri pa ja qu begatit. Mirë për kur ja qu begatit a e ka arru Allahu, Allahu është përmallu për zonin e ati e sprovon që të ndëgjon zonin e ti. Pra ka në transmetim që një mëbesnimtar i lip Allahut, Allahu nuk i përgjigj. I lip Allahut, Allahu nuk i përgjigj. Ndërsa i keqi kur i lip Allahut, i keni pa dikush është berbat të tunë e serë që hej kam lip Allahut, Allahu ma ka thonë. Ka po gëzohesh për këta? Që i ki lip Allahut? A i ki lip gjennet? Su pas ka shku ndër me. A i ki lutë Allahun që Allahut mbrojnë bezjarë gjennemi. Edhe kjo së po pas ka kujtu. A ke lutë Allahu që Allahu të dëshëroj imanin, kjo s'më ka kujtu. E që të ka thonë? Po më ka thonë dunjo, e po i para doa që ja paranu të Allahu është doaja iblisi. Allahu kër e ka parëzon për rahmetit e ti, shejtani ka lutë Allahu, ka thonë, o Zot, banëm i mërgjgat. Ka thonë, jetot dhe në ditë kiamet. Jetojnë dhe ditë kiamet. Ka thonë, jetot deri para ditës kiamet. Doaja e parë që është pranu e kujtë? Shejtani. Për këtë arsye nuk do të thotë që Allahu nëse të ka dhonë diçka prej dunjos të ka dashur. Ndoshta Allahu ta ka qenë sinjal se unë t'i jap dunjo, ama lipe atë më të shenjtë të Allahut. Se dini Allahut nuk i jepet vetëm atij që e don, ndërsa dunjoja i jepet Allahu ja jep atij që e don dhe atij që s'e don. Për ata me lekët i thënë ja rab ki i keqi po lut me një dhave këse të mirë po lutën nuk më përgjigjesh. Thot Allahu Azza wa Jall, lej këto se jam përmallu të ndëgjoj zonin e tyre, ndërsa zonin e këtyre s'kam qef të ndin. Siguri pasanik që li don me heq qafës njonit të tjepi, diçka jepi, tiki, mos ta shof të dera.
ndërsa atë që e don, ka thonë të pritë. A që mund. Allahu Azza wa Jall ka thonë wa ta'ala jadduk, pra pasuria e vërtetë është Allahu. Allahu është pasanik. Jo jeni fukara. Dhe një hoqë që e kena pas në Egjipt e Ishaq el-Huwaini, një ditë që shpjegoj këtë temën se Allahu është pasanik. Ta më shkoj menja një ditë se nëse planifikojnë njerëzit e dunjos që ta bojnë, që ta klimatizojnë një vend, klimën që ka temperaturën ta binë një objektit, a kanë mundësi? Kanë mundësi. Nëse dojnë ato, kupton me bojnë një lagje, kanë mundësi dhe një lagje. Xhamia pejgamberit tash më e madhe se një lagje, megjithatë kur tinsh ata e kanë bën temperaturën sa dojnë ata. Po nëse dojnë ato me bën një qytet, pak e kanë më vështirë. Po me dash me ato me bën klimën sa e dojnë ata të një shtetit e kanë shumë vështirë edhe të pamundur. Po nëse dojnë një kontinent, është e pamundur. Kush i ban këto? Allah. Kja është pasanik. Kja është pasaniku i cili për moment e ndryshon klimën. Aja është pasaniku i cili e ban me një vend minus 50 të qetri vend plus 50 me një kohë. Kja është Allah. Ja ju e nësë, entumul fuqara'u ila Allah. Allahu ka thonë ojo njerëz, mos i ndëgjoni njerëz që kalojnë para jush duke i thonë s'kini, jeni varfëru, s'po kini. Ju jeni të varfër vetëm para njonit, ajat para Allah. Ju jeni të varfër të nevojshëm vetëm për një. Si ta kini ata, ju jeni pasanik. A nëse se kini ata, ju jeni të varfër edhe nëse pretendoni dhe mendoni se keni diçka. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. O Zot, s'ka qëtër Zot që adhurohet me të vërtet pos tej. S'ka qëtër Zot që meriton adhurimin pos tej. Edhe pastaj ja fillon namaz. Pra njeri e madhron Allahun, kjo është fjala, këto janë fjalët më të dashura të Allahut.